rivarrimit të... Ai pastaj rrugtim shumë nga mali zgjidhje. Ju ngjatjeta të nderuar, ju që po na përcjellni tani, ju përshëndesim me këtë podcast. Ky podcast dhe të tjerë në vazhdo janë aktivitet i funksionalizimit të kompleksit memorial Isa Boletini këtu në Boletin dhe financuar nga Ministria për Rini, Kulturë dhe Sport, ndërsa implementuar nga OJC Mundësia. I kemi kushtuar këtë podcast 10 vjetorit të rivarrimit të eshtrave të Isa Boletini dhe bashkëqytetarëve të tij. Dhe normalisht gjithë ky aktivitet prej zbulimit të eshtrave, prej transportit, prej fshehjes së tyre, prej identifikimit, ka një aktivitet që nuk mjafton një podcast, po sigurisht një serial I tërë, një dokumentar ndoshta me 10 epizode, sepse ka aktivitete shumë interesante, me gjithë ato ilegalitete, me gjithë ato fshehtësi, me gjithë ato fjalë të dhëna, thot ka qenë një aktivitet shumë interesant deri në rivarrimin, zhvendosjen, rivarrimin, bartjen, transportin, identifikimin e tjerë. Sot me mua janë doktor Arsim Gërxhaliu, unë I them humanist, unë I them një prej njerëzve kyç në historinë e re të Kosovës, sidomos në 25 vitet e fundit që përveç aktivitetet të tij për zbulimin dhe identifikimin e varreve dhe eshtrave, një prej aktiviteteve kryesore normalisht e ka pas edhe me eshtrat e Isa Boletinit. Mirë se erdhe, sigurisht prisim rrëfime interesante nga ju dhe Gazmend Boletini, stërnipi krenar I Isa Boletinit. Do e ndajmë në etapa këtë podcast. Në pjesën historike dhe të rrjedhave, do të flet Gazmendi, në pjesën tjetër teknike, normalisht edhe emocionale për pjesës tonë, sigurisht që është emocion kur prek eshtrat në një figure kombëtare, do është lidh njëri histori, lidh kujtime, në aspektin historial dhe në aspektin iluziv, imagjinar, njëri krijon skenare në vetvete, për shembull, jam të e prek dikend, do të që ka kalu, ka pa shumë, ka thot në gjithë aktivitetet. Ajo është e papërshkrueshme. Shkurtërisht, po është e papërshkrueshme, do thotë nder që kum pas. Po. Gazmend, na përshkruan lutem duke përmend prej datës së vdekjes, vrasjes dhe rënjes së tyre heroikisht në Maltëzi dhe deri në periudhën e gjetjes së eshtrave në unë e di se ti ke histori dhe material shumë, por ky podcast I takon temës së 10 vjetorit të rivarrimit. Prandaj këtë po e kujtojmë si procedurë, si proces, si rrjedhë. Fillimisht historia e Isa Boletinit, sepse ne gjithmonë mundohem të jem sa më shumë objektiv, jo subjektiv, edhe pse I takoj profilit historisë, po gjithë të rroj janë tanë. Veçanti jam rrit në një familje, ku me të vërtet gjithmonë është dashta dhe ju kombi sfundi familja, ju mrit në të edukimin e frymës, gjithmonë që kam folë për historiatin Isa Boletinit. Dihet që Isa, me 23 janar 1916, është vrarë në urën e Ribnicës, pak minuta para se forcat austro-hungareze ta pushtojnë edhe Podgoricën dhe malin e zi luftën e parë botërore. Kretë më meritori kësaj historie, do të thotë sepse është edhe një rast unikat, sepse ne shumë kemi bërë konferenca shkencore për figura tjera historike, është rast unikat që Isa Boletini gjithmonë e kishte me vete edhe sekretarin, bashkëluftarin, nipin realisht Tafil Boletinin, I cili ishte I vetmi Tafili dhe djali 2 muja që shëtuan nga vrasja, sepse edhe vetë tregon thot bashkë me Nasuf Dizdarin, ish krye'imamin e Podgoricës, ai nuk ishte podgoriçan, po ishte nga Shkodra, po me detyrë imamit ishte në atë kohë në Podgoricë. Kështu që Tafili tregon, ne me forcat austro-hungareze dhe me hoxhën I kemi kryer të gjitha rritet fetare, edhe ai që she tregon edhe në kujtimet e tij thotë I pari ishte Haxha Isa, 2 djemtë e Isës, Halili Junuzi, pastaj 2 vëllezërit e mi, Haliti dhe Jusufi, dhe 2 meqtë e Isa Boletinin nga Radisheva, Hajdar dhe Selim Radisheva dhe kusherini unë nga Isniqi Misin Imam Balaj. Nga kjo moment, do të thotë varezat, janë voros në varezat e vjetra të pobrežje të Podgoricës,
ku ato kanë qëndru deri në vit, i ka vëros stafili vetë, so që thot me durët e mia i kom vëros të tetit, dhe kjo ishte një fillim ku a i la dhe gjurmët që mos hupin, sepse Stafili ka qenë prezent rasto kulor. Tafil Boletini ka qenë për publikun me fillim. Tafil Boletini ishte djali Ahmetit, djali vllat i Boletinit. Për ndryshe, shkollën pedagogjike mbaroi në Istanbul bashkë me 2 djemt të Isa Boletinit, Muin dhe Alilin, dhe pas vrasjes të Isa Boletinit, 22 vite ishte kryetar komunash, në Kokës, Konsipar, Zerçan, Peçin, në Lush, një Korç, Fier, Peshkopi, Elbasan, Vlorë, Pejnë, Tetov. Dhe ai ka vërros dhe kanë mbet aty. Ka mbet aty, mirë po, tash për Dionin e opinionit është sepse nga ky moment dhe deri në momentin e zhvarrosjes gjithmonë kanë qenë në mbikëqyrje të hoxhës pas hoxhe, Bashkisë Islame, po dhe popullsisë të rrethinës të Podgoricës. Do pjesa e Artuzit, dhe Malësisë. Ngjarja fillon me angazhimin e parë, domethënë ajo e para që ka kthy vëmendjen nga ishtrat e Isa Boletinit ishte akademik Ali Hadri që ishte në vitin 1972. Ishte përpjekja e parë e tij ku janë, si janë dhe si gjenden, dhe për shkak angazhimit. Do thotë këtu fillon në fakt ideja dhe avantura që po e quajmë, do të kthimit të eshtrave, interesimit dhe kthimit të eshtrave dhe rivarrimit nga akademik Ali Hadri. Hadri. Mirë po, për shkak angazhimit të tij, ne e dim si baba i historisë është, edhe për mbledh si më i madh i historisë kombëtare. Një ditë nga ditët kishte qenë një letër me shkrim në zyrën e akademik Pajazit Nushit, ku thot profesori, thot kur erdha në zyre dhe hapa letrën, ma kishte lënë me shkrim si duke ndër tjera shkruante, të lutem merru me këtë punën e eshtrave të Isa Boletinit, Ali Hadri. Dhe tash ti flasim për vitin 74-75, pasi Kosova kishte marrë autonominë, dhe une me njëherë në kuvendin krajnor socialist asaj kohe e propozova që në mënyrë zyrtare të kthehen ishtrat e Isa Boletinit në Kosovë, dhe është votuar unanimisht në atë kohë. Cilin vit? Vitin 74. Fillim viti 75 dhe pastaj për Pajazitin, po. Pajazit Nushin, kur kam lindur në 74. Do të thonë atë pozitën që kishte në atë kohë që i krynte, dhe është votuar unanimisht. Mirë, po pasi që është votua, mu më caktun si palë kosovare që ti krysha bisedimet me... Pajazitin përmende se po flet vitën e parë, do të Pajazitin e caktojnë. E cakton në Kosova, do me thonë në atë kohë ishëm krahin, socialiste e Federatës Jugoslave, mu më cakton Kosova si bashkë bisedus me palën malazeze, dhe unë fillimisht ditën e parë kemi shku një delegacion nga Kosova në atë kohë, me Mahmud Bakallin, i përmente edhe disa figura tjera, tani nuk po më kujtohen, dhe në fillim bisedën e parë kemi kry me kryetarin e Podgoricës, po ata kishin caktu pala malazeze, tani një akademik i shumë njoftën i tyre në atë kohë, Jurgin Shoshkić, një personalitet i cili kishte njoft jashtëzakonisht historinë e Ballkanit të shqiptarëve, posaçërisht Isa Boletini dhe ngjarjen që kishte ndodhur në atë kohë. Mirë, ne e biseduam, i tregum që ne dëshirojmë që eshtrat Isa Boletini dhe bashkëftarët e tij të kthehen në Kosovë në mënyrë institucionale, dhe ai tha se ne përgjigjem të ta sjellëm pas një jave në Prishtinë. Ka ardha në Prishtinë delegacioni malazes në krye me akademik Jurgin Shoshkićin, dhe bisedën si kemi fillu, thot ne nuk mundëm të kthejmë eshtrat e Isa Boletinit në Kosovë me motivacion, nëse ne japim eshtrat e Isa Boletinit dhe bashkëftarëve të tij, atëherë tërë bota do të përqesh etikën malazeze edhe mënyrën se qysh është vra Isa në Podgoricë. Këto thot e kom pas një shkputje, cilën neve na shkputën, do me thonë nga ky interes, dhe punën e tretë, do me thonë personi tretë ishte profesor doktor Mamed Shukriu, tani edhe kustas i Kosovës në atë kohë, sot e kemi edhe me shtëpije, sepse qika allës time, Gizja është e martume për djalin e profesor Mahamedit, dhe ai kishte bo përpjekjen e parë vitin 1976, ku në atë pjesë, do me thonë në atë periudhë kohore, ka ardhur në krye të detyrës
të Bashkisë Islame të Malit të Zi, Mulla Idris Demiri, ku edhe sot fatbashkësisht e kemi gjallë. Mirë po thot kur ka ardhur, thot tregon te Hoxha Mahmeti Keon, thot unë i kam thënë ke ardhur me leja apo ke ardhur çfarë mënyre ke ardhur, thot sot ka marrë vetëm më interesu ku janë varret i Sabolitinit. Thot unë kemi shku, sepse unë në moment kur e kam marrë detyrën e kryemamit, para me ka qenë Shaqer Efendi Ismaili, i cili në atë kohë herë të shkonte me detyrë në Sarajevo dhe para se të shkonte, thot mu më tregoj, tha më mur dhe më tregoj, thot prej këtu deri këtu, thot është i Sabolitini dhe 7 martirë të tjerë. Dhe nga i moment thot ne ku marrë këtë detyrë jashtëzakonisht me përgjegjësi, dhe thot bashkë në atë moment kur kishte ardhur profesor Mahmeti dhe pas shkurjes së tij në Kosovë, pas 3 muajshe, ai vendi i varrezave të vjetra ku është ka qenë nisa me bashkëluftarët e tij varrosën, u shkput nga Bashkësia Islame, komuna e Podgoricës e mur si projekt që të bënte një park nacional. Dhe këto neve fillon edhe të lashe të shtohen sa ma shumë e ma shumë, dhe është dash me prish shumë gjatë, sepse profesor Mahmeti kishte bërë të gjitha skicat e mundshme dhe parametrat sipas ndërtesave ku ka qenë nisa i varrosën, dhe ato ndërtesat që mos të harohen, do të thonë kanë bërë me fotografi gjithë kështu, dhe është dashur me prit deri në vitin 1998, kur veç kishte fillu lufta në Kosovë, në territorin e Kosovës, dhe në këtë moment, thoshte Hoxha Mulla Idrisi, fillon OSBE-a dhe ndërkombëtarët të vinë në Maltëzi, sepse ata nuk i kishin interes, edhe pse ishte federat me Serbinë, ta futnin në bombardime. Ditën e parë, këtë delegacion shkoi te Vladika i Sërve, të dytën te i Peshkvia katolikëve dhe të tretën na erdhën në Bashkinë Islame në vizitë. Për fat të mirë me ta kishte ardhur kryetari i Podgoricës, si dhe ishte malazez me nacionalitet, dhe gjatë bisedës tonë, thot Hoxh, thot a keni ndonjë kërkesë, ndonjë diçka që ne mujmë ju ndihmu, atëherë Hoxha tha, mu më lindi ideja, thot se varrezat e Pobrezhës, ku janë, thot edhe ka fillu një punim të bëhet aty, thot edhe ata xhamatlit e mi po ankohen, thot se a ka mundësi, thot ne, para se të fillon puna e parkut, ti tërheqëm meshtrat, ti dërgojmë në varrezat e reja të Cemit, shto që mos kemi të lashe familjarët. A i tha, kjo punë shumë e lehtë, thot, neve na vyn që të bëhet një dërgesë në mënyrë institucionale në komunën e Podgoricës, dhe për fat mirë, pas një jave është aprovu në Asamblenë Komunale të Podgoricës, që lejohet që ata të cilët i kanë të varrosën të vetmit, familjarët e tij mund të tërheqin. Po, ka dalë në gazetën Pobjeda. Gazeta Pobjeda, edhe sot në Maltëzi, është një nga gazetat më e lexueshme, dhe thot, unë atë ditë gufova nga gëzimi, dhe menjëherë kom lajmëru profesor Mulla Aslanin, i kom thonë, Mulla Aslan, tash është rast i volitshëm që mundem t'i marrë meshtrat e isës, është një rast, nuk e di rast më i mirë. Atëherë Mulla Aslani kishte lajmëru Lati Berishën, profesor Lati Berishën, në atë kohë kishte luajtur edhe rolin e ministrit të kulturës në qeverinë e presidentit Rugova. Profesor Lati Berisha kishte informu presidentin për gjitha punimet dhe mënyrën se si do të shkollë dhe si do t'i marrin. Presidenti Rugova i kishte dhënë 2000 marka gjermane. Profesor Mamet Shukriut, për atë kohë, babi im ishte shumë me gjendje jo të mirë shëndetësore dhe si buletin ishte që mos i bim patrollave të policisë në për punë të policore. Dhe kështu kanë mri në Podgoricë. Ne thot e kemi angazhuar edhe xhamatin, por për fat të mirë, unë thot e kisha një njeri i cili emri i tij është i njoftën, është i njoftën si Ciklopedi në Podgoricë, Ahmet Jakupović, është i njoftën në territor, edhe ai ka ditë me centimetra ku janë varrezat dhe si gjenden. Edhe ai më ka ndihmu shumë. Dhe kështu do të thot, kur shkum na thot te vendi, veç kishin fillu punimet, kishin gjuhë dhe.
do me thonë 3 shtresa shumë dhe për me shtru, për me ndoj për parë gjelbrim e kështu, dhe ne shkum të veni, e lutëm një skavatar aty që i punante, i thamë, a ka mundësi, thot, me bo një gryrje këtë pjesën këto, pjesë herën e parë, kur ka i nuk du, dytën, tretën e ka ru gorin e isës, ku ishte thy pak, Isa Bek Boletinac, dhe aty thot, ishte gjeshka e kjartë, fillum gërmimin, dhe kur e kemi hapë vorin, janë edhe fotografia që mënyrën profesionali ka bo profesor Mahameti, ka qenë shumë i kujdesshëm këtë aspekt, thot kur e hapën vorin, Isa në dorën e majtë nuk e kishte gishtin. Dhe pastaj kështu kemi fillu, dhe me thonë gërmimin dhe kemi vazhdu deri në 8 vare, i kemi marë, dhe me thonë, ashtu si shtregoj edhe doktori, i kanë la, dhe me thonë, për shkak se nuk kanë qenë atë që Pe i dashamirësis. Po, dashamirësis, edhe ishte koha, momente, edhe paksa edhe friga, sepse tash po bot, sepse shumë trona, sepse ato nuk o morën me emrat Isa Boletini, kështu, po morën me emrat të tjerë, sepse po të dishin që po merret Isa Boletini, me siguri që ato nuk do të ishin sot në buletin, dhe momentin thot në hotelin ku je rinin profesor Mahameti dhe nipi jon Remzi Morati, djali Hallës babit, realisht thot në qese sportive, torba sportive, i kemi vendos dhe pastaj në autobus, edhe i kom thonë hoxha, tregonte, tha i kom thonë sa ma par munis. Atë natë, thot deri në mëngjes, ta natën nuk kom fjetë, thot, janë në radio, janë në televizor, thësha vetëm kur ndëgjoj që do një punkt janë ndalu, apo i kanë marrë eshtrat e kështu, po deshti zoti jo. Eshtrat Isa Boletinit kanë mri në Kosovë me 15 nëntor 1998. Realisht profesori në kohë lufte, ka qenë një trimri, më i me thonë një trimri, një guzim i madh, sepse profesor Mahameti realisht ditën e parë i ka majtë në banesën e tij, edhe tek vajza. Te Edi ka qenë. Në Prishtinë ka qenë të thotë. Po. Te Edi Shukriu, për fat, jetë rrugë kemi jetu, po. Dhe gjatë diskutimet, profesor Latifi me presidenti Rugova, thotë çka do tash të matutje ne me bo. Presidenti Rugova kishte dhënë urdhër që eshtrat e Isa Boletinit ma të sigurt, edhe ma mirë do të jenë në qytetin e tij, pranë familjes së tij. Dhe kishte quni selam që t'ja dedikojnë Mulla Aslanit, sepse Bashkia Islame, dhe më thonë atë periudhën kohore të luftës ku ne ishim ne, policia sërbe atë shumë nuk i ka shku menja që do shkojnë për vende fetare. Kanë qenë pak më të kujdesshëm dhe thotë që... Edhe janë fotografijat, kur janë sjellë në Mitrovic, edhe profesor Mahameti Shukriu kishte lanë si lloj amaneti dhe është dhonë besa. Themi, këtu do ta dish, është dhonë besa, me snipit tonë, Remzi Moratit, profesor Mahameti Shukriu dhe hoxhës, se vetëm ta 3 do ta dinë. Dhe mas ne Mulla Aslani thotë se ne në oborin e xhamis, Haxhi Veseli, që i thomi ne në Mitrovic, thotë e hapëm një varë dhe aty do t'i cekim 2 personalitete, Haxhi Mustafa Shala nga Stari Tërgu dhe Mehmet Berani e kanë saldu një tabut, që i themi ne, të limit dhe i kanë fut të gjithë eshtrat aty, Isa dhe 7 e tjerë dhe i kanë fut në varë. Dhe i kanë blu dhe thotë që hoxha e kisha një guri as të vjetër, kisha një guri të vjetër aty në borë xhamis dhe e futa mi eshtra, që mos t'i bjen sy dikuj. Dhe momentin thot kur e vran profesor Latif Berishën, unë i thash djalit, Naimi djalit madh, thot hajde këtu edhe qëto. Thot Latifin e vran, unë jam list, rastësisht që mu më vrajën, thot eshtrat janë këto. Lufta përfundoi, edhe thot moment kur jam kthyer nga lufta, tregonte hoxha me emocionin e tij me ato, thot mas pari kam shku te eshtrat. Dhe i kam nasi, i kam hap pak vrimën, e kam pa që janë aty, dhe kështu do të thotë vitin 2006-2007, ashtu ka qenë, një ditë kur erdha në xhami, në akşam, thotë pash diçka dheu, diçka paska këto,
Dhe pas namazit sabahit, nesërmet me 2 jem të ti e kam zhvaros, edhe kom marrë komplet tabutin me eshtra edhe kom varos në oborin e shtëpisë. Në ditën e pavarësisë të Kosovës, baba i ndjeri Xhaviti, e thirën telefon, tha Mulla Aslan, kështu me iniciale, tha Mulla Aslan, tha ti pe del që apo du me thonë, a ka mundësi na me arë me bo një lule, po shpallë pavarësia Kosovës. Tha shiqo, tha Xhavit, tha unë e bëj, tha duan e bëj për gjithë. Te vjen, ka dëshirë tjetër kush, mos zbulohemi, apo dhe me trenë edhe pak, okej, baba e ka ndëru, e kemi respektu jashtë masë e veprën e ti, dhe thot, jam afru të gvari, të vendi ku e varos Isën, dhe i kom thonë, o Isa Boletini, për ato vite që ka ki luftu, sot të bo realitet, urime pavarësia Kosovës. Dhe thot, kom qaj si thmi, ishin ato momente cëllat ashtu, dhe ma vonë vitin 2000, fillim vitit 2011, në verën e 2011, korrekt, shteti jonë kërkonte vazhdimisht që të bën analizat e ishtrave të Isa Boletinit për shkak identifikimit dhe ishte motivit që ishte kërkesë tyre që të dim na është realisht dhe akon për vorosëm ne përfundimisht në... Do deri në vitin 2007, ishtrat kanë qenë në oborin e 2011. 2011. Ajo, deri sa po flasim, ne po më kujton do të periudha 1998, do të prej 1923, i varrosur në Matëzi. Do është interesant ajo çka unë po mendoj, në këtë pjesën hyjnore, në pjesën historike, në pjesën simbolike, se qysh nuk është bo puna, kur qysh, me ardhë eshtrat e Isa Boletinit në Kosovë dhe eshtrat e Isa Boletinit vinë në Kosovë bashkë me lirinë e Kosovës. Do nuk jenë ardhë më herët. Nuk është bo puna. Ka diçka nërtë. Ka diçka këtu. Do të eshtrat vinë në 1998, në kohë lufte. Po, në kohë lufte, sepse a i ka qenë njëri luftës. Dhe në kohë lufte vinë, dhe në kohë lufte edhe vjen edhe liria Kosovës bashkë me eshtrat e tij. Thotë kjo është ajo pjesa tash ne mundim në mënyrën letrare, romantike, eluzive, jetër e ka pas luftë, edhe eshtrat në luftë. Erdhën eshtrat në luftë, po kur erdhën eshtrat erdhë liria. Ti na tregot për periudhës kur e ke bo ekzamenimin e parë, ajo emocionet edhe tjera. Ai pat një rrugtim shumë të gjatë nga Mali Zi deri këtu. Se në fakt kem pas varime, rivarime edhe për lutës fundit, por ky faktikisht për të arritur në Boletin për herë të katërt hynin edhe varos. Mali Zi, se xhamia, duke u tut hoxha që i kanë rënë në fije shërbimi sekret, ja ka largu e ka fsheft me në numër shumë të vogël të njerëzve atje në shub, dhe për aty pastaj do thot era 4 faktikisht i varosën. Këto gjana nuk ndodhen me njerëz të thjeshtë, këto gjana ndodhen vetëm me njerëz të mëdhenj, do thot njerëz të cilët edhe pas dekës së tyre çojnë peshë. Edhe thjesht edhe eshtrat po i friksojnë do thot armiqtë tanë dhe thjesht kur merr historinë e popujve të tjerë që janë shumë të ngritur, ata krijojnë njerëz pe paqenit, kurse na i kemi edhe për mirë do të thotë që erdhe deri në atë shkallë, edhe pse kemi pas vështirësi të mëdha në identifikimin e pjesëve kockore, ka ndodhur disa gabime pa dashje, do të thotë duke më po sepse nuk janë konsultuar me dikon për mjekësisë ligjore ose me ndonjë mjek që me ditë se si duhet të ruan ato nga dashamirësia, nga emocionet, ata i kanë pastru, i kanë lënë me detergjente, në aspektin mjekësor, pjesa kockore është pjesë organike dhe e kanë kontaminu. Ne fillimisht i punuam do thotë nga aspekti antropologjik, moshat përputheshin, atë që ne mundim me caktu në tavolinë, punën e filluam u liru një hapësirë e mirë në Kuvendin Komunal të Mitrovicës. Edhe i morëm pjesë kockore dhe vendosëm që përmes Ministrisë së Kulturës të dërgojmë në
Instituti Mjekësisë Ligjore në Shkup. Shkupi ka punuar një kohë relativisht shumë të gjatë, sepse nuk mundenin me nda profilin gjenetik për atyre pjesëve kockore. Pse? Pikërisht për faktin se në ditën kur unë i kam marrë do të thotë pjesë kockore të ISës, kishin kaluar 97 vjet e 16 ditë kur ai ishte varros. Do të thotë janë pjesë kockore të vjetra. Ato paraqesin një problem në vetë sepse është vështirë me nda do të thotë profilin gjenetik. Pastaj ishte ajo pjesa e larës që thash me detergjent, edhe ruajtja e tyre, sepse ashtu të lagura i kishin shtinë në qesk, pastaj ajo me një shup atje në zhabar, ajo pjesë e zhabarit dhe ashtu kështu dhe është i lagur për shkak se ibri është në atë nivel, pra shumë gjëra të cilat po në aspektin shkencor paraqesin shumë të lashët të mëdha. Dhe Shkupi u dorëzu do të thotë për atë me mia metoda, me mia reagense të përdora mos them do të thotë në këtë aspekt ta nuk po mundi me nda profilin gjenetik. Doktor Arsen, do thotë Shkupi u dorëzua, do të nuk thjesht nuk ka kryer punë profesionale. U dorëzuan, provuan çdo reagens i cili mundti me nda shiritin, profilin e shiritit gjenetik, por nuk mundti të thotë me dhe na propozuan tha, me qenë se bëhet për figurë historike, ne ju propozojmë tha që të shkoni në Strasburg në Institutin Gjenetik, që është instituti më i njohur dhe prej dyave që ishin në botë, tha edhe më i njohur dhe më i fortë sa i përket pjesëve kockore të vjetra. Pastaj mendimin e Ministrisë së Kulturës në atë kohë u ndan mjetët, sepse janë disa analiza të shtrejta, dhe i dorëzuan në Strasburg. Do të mbetet Strasburgu si vendi, institucioni vetëm, Shpresa e fundit. Shpresa e fundit për identifikimin. Për identifikim si institucioni më i zhvilluar, do të thotë se përket pjesëve kockore të vjetra. Edhe atje do të thotë kam pas punë shumë të madhe dhe duke tentuar me nda këtë profilin gjenetik. Dhe kanë arritur që ta ndajnë do të thotë përmes vijës së amësisë. Ka qenë interesante këta bile disa njerëz kur se kuptojnë shkencën, qysh vija mësisë çka ka djali i Isës me djalin e vllaut Isës e vija mësisë. Vija mësisë nuk mirët vija nanës parë, po vjet për shkak se e kishin mostër Isën. Vija mësisë quhet nana e Isës. Do thotë bardha e profilit të tyre do thotë është tek Isa, por bartet edhe tek djali i Isës. Pa të djali i vllaut Isës, edhe këtë djem që ka pas ajo. Edhe aty kanë arritë të thotë me gjetë identifikimin për këta 3 persona. Të tjerët veç kanë qenë shumë të kontaminuar, do thotë të grupi tjerë. Por shkencëtarisht do thotë për këta 3 persona kanë arritur edhe me një farë forme që zgjati pak tepër dhe dënshin me bërë jubilare, pastaj me medalë. Atëherë ata tjerë kanë marrë vendimin familja që të varrosin bashkarisht, por Isa edhe djali i tij edhe djali i vllaut thotë në mënyrë shkencore u identifikuan, edhe për shkrimin antropometrik, edhe leximet e këtu bën edhe mendimin e ekspertës antropologës së Ulleksit Tarja Formisto, të cilin e patalut, edhe pse nuk është në domenin e Ulleksit të mirë në këtë punë, sepse ata ishin vetëm për luftën e fundit të Kosovë, por është diçka historike që të jetë pjesë e punës dhe ekipit me neve, sepse thjesht doja që një gjë e tillë të konfirmohet në mënyrë sa më shumë ekspert, aq më mirë do të thotë në këtë aspekt. Edhe ajo ka qenë do të thotë në rrjedhat, sepse u dashkë të marrin pjesë të cilat që ne quajmë në thojza kanë misht pjesën e bashkë, pjesë kockore, sepse kishte kaluar shumë kohë e gjatë, dhe më në fund do të thotë kur erdhi rezultati për këta 3, po për mua që mbyll kapitulli i majës së kulminacionit emotiv dhe identifikimit të tij. E papërshkueshme. Nuk di as ta përshkruaj do thotë. Do të bëj një pyetje personale, Po. subjektive. Në këto raste, mbase ke bërë ekzaminime me mia, e di që rastet që i ke pas të gjitha janë të dhëmshme, të gjitha kanë historinë në vetvete, o kombëtimi, lajmes, emocioni, lidhja jote emocionale, profesionale, nuk po e përmendim edhe familjen jashare që ke bërë ekzaminime edhe aty, po kjo në mas jemi te tema Isës. A flet me ishtrat? Thuaj se flet. Flet.
flet. Me mendje flet me ta. Ndërsa është ai lidhshmëria mendore me ta. Normal se njeriu gjatë punës duke bërë e bën për një qëllim. Qëllimi është që ti t'jesh i suksesshëm dhe që të identifikosh të personat të cilët në fakt i kanë punuar, sepse e deshi fati që unë asë kom mendu në jetë që do të mirë me këtë çështje, por me këtë çështje të kërkesës pjesëve kockarëve të njerëzve ndodhen vetëm në luftra, kur ka njerëz të zhdukur. Edhe thjesht këtu generalizohet një çështje e popullit tonë, duke marrë parasysh se edhe shkurja e parë pas luftës në Beograd në shpellat e Batajnicës, ku fomën e parë që ka marrë ka qenë një vajzë 9 vjeçare dhe 10 vjeçare, e cila ka pas një plumë në balë, dhe thjesht dinin zonat atë që më pyetës janë të papërshkrueshme, sikur në atë formën ku jeni deri tash. Edhe atje kom përjetu emocionin jetë, sepse për fëmijë edhe ashtu jam në jetë në këtë aktivitet të identifikimit të sjelljes normalisht që janë kontribues që meritojnë respekt. Me respekt deri në sjellje, që thonë. Në një aspekt caktuar, sepse na tash kemi një shtet, kemi institucione, do të me pas vullnet, do të me pas obligim, janë amanete. Rivarrimi unë tash e di që ju, doktor, po punoni edhe me identifikimin e gjermanëve të luftës dytë botërore, po do thotë gjermanët për Kosovë, po, dhe Shqipëri, po. Do thotë ata e ndjejnë obligim që çdo asht ku është, gjitha ishtrat ku janë me marr, me i kthy, sepse e ndjejnë obligim. Dhe unë them, ndoshta, edhe kjo mos kishte ndodhur, gjenerata ashtë, në thonë, s'keni qenë gjendje, do ishra mi prude në Kosovë. Kemi obligim. Prandaj kjo është një gjykimi i dytë më i madh do të ishte ai. Po. Ne ndoshta do të gjykojmë edhe se ta duke e parë rolin e mbledhës, që thash se nuk e kam paramenduar në këtë çështje të pjesës së zhdukur, sepse kjo është një kaptinë e mjekësisë ligjore, të cilën na mësojmë, i japim provime dhe këtë, po në praktikë nuk kemi. Jo, edhe tash ndodhi, do thotë, dhe lidhshmëria me familjarët të zhdukurit e bëri atë vetën të cilën ti kërkoje, sepse në qoftë se merr për shtetin nuk kemi bo, mos them asgjë. Sepse dhe vitin 2012 kam mutu me mjete vetanake financiare, me vetur time, dhe do thotë diçka me telefon me fotografu, dhe kur ishe palin sërbë, që së ditë në zonë në atë aspekt, se si vini me aparat profesional me kejtë, në kanë ikë shumë gjana. Kjo është një çështje të cilën shpesh kam folë, por e kanë marrë dhe në atë aspektin mozë, por tash do të paguhet fatura për këtë çështje, sepse tash me krijimin e institutit për krime lufte, shese do thotë sa je i varfër në këtë aspekt, që ke lëshu kohën me të ikë, do thotë një gjë tillë. E vetëm deshta ta lidhim me këtë çështje, ndoshta do të gjikomi pse s'po luftojmë me këtë edhe masakrën e Tivarit. Ti bin në grupacion, ershtat e tyre në grupacion dihet 4.000 veta, sa kanë qenë, do thotë, i qetë me një vend bashkarisht, sepse ke për obligim. Këtë po e them pasi që rash në kontakt me personelin e Volksmundit të Gjermanisë, të cilët të mbledhen të luftës dytë botërore, të luftës parë botërore, të shekullit 18, kudo që ka. Ata i kanë 830 pika nga Vladivostoku deri në Argentinë, që thonë, duke se vazhdojnë dhe nuk ndërprehen, të thotë nuk ndërpritën. Vitin e kaluar kanë gjetë varez me 1 milion gjerman të varrosur, do thotë. Me juve përfunduam gjithë procesin, problemet që një pas, kontaminimin, e përmendet se kjo është, mbase keni përmend është mirë edhe për njerëz tjerë me ditë që eshtrat nuk lahen, nuk vën mi laj, kanë la me detergjent, kanë full qesë, dhe kanë hup, janë kontaminuar, është probleme identifikuar, kështu që njerëz është mirë me ditë, do të është një këshillë mirë praktike, po përmendet këto. Ky podcast mbase ka edhe vlerën e përkujtimit dhe këtij procesit të rivarrimit 10 vjet tash në 10 vjetorin e. Gazmend, jemi te situata kur eshtrat vendosen në kuvendin komunal të Mitrovicës, fillojnë ekzaminimit prej Institutit të Mjekësisë Ligjore, prej doktor arsimit. Pastaj ishin zgjedhjet parlamentare, pas daljes së identifikimit të ishtrave. Radesht në kryet e komunës, në atë ku ishte zotëria Avni Kastrati, kryetari komunës, kuvendit komunal,
Eshtrat fillimisht kur morën për ekzaminin. Gjithmonë i gatshëm. Po. Nuk muj me arru dhe thot gatishmërinë Zotit Zotit Avni. Në çdo moment kujdesin ndaj ekipit ton kur punojmë aty mos jemi unë, mos jemi nuk di me përshkruaj atë respekt. Realisht unë për me kom pas knatësin shpirtërore, kombëtare, familjare që kom pas punu me gjithë të njerëz që kishin interesim jashtëzakonisht madh, që sa më shpejt ta sillim Sabolitinin në vendin e tij, obligim. Kryetari kanë mujtë edhe me pritu ka pak. Kryetari Kastrati me vërtet prej orës së tij, respekt. prej fillimit kur ka ardhur si kryetari i komunës, gjithmonë ka qenë i gatshëm, edhe me ftesën e tij që i ka bërë doktor arsimit me ekipën e tij në podrumin, në hollën e Kuvendit Komunal të Mitrovicës është bërë fillimi i punës së Eshtrave të Sabollitinit. Ishte viti 2013 kur ai hupi zgjedhjet dhe pastaj edhe ndru qeveria njëkohësisht në dhjetor të vitit, fund të vitit 2013, ku në krye ku themelua dhe këshilli organizativ ku ishëm bashkë edhe me doktor arsimin, ishte në krye Agim Qeku, në Ministrinë e Mbrojtjes i kemi bajt katër mbledhje kështu rreth organizimit të Eshtrave të Sabollitinit për rivarim dhe ndoshta nga modestia doktore, po unë kam obligim për secilin veç e veç në emën të familjes time t'i uroj dhe t'i përgëzoj dhe t'i falimderoj shpirtërisht, edhe në emën të kombit shqiptar normalisht. Ideja doktorit nga fillimi ishte që Eshtrat e Sabollitinit të fillojnë nga Vlora, nga qyteti i Vlorës. Ashtu qysh ka shku, tash i të kthehet në vendindin e Bollitin, ishte Vlora, ishte Tirana, ishte Prizreni, ishte Deçani, Isniqi, po Deçani, ishte pastaj lidhja Prizrenit, po ishte Kulla Jasharve, dhe s'fundi ne fillimisht kemi menduar me bo në sallën nitëshore, po ashtu. E pa të mbë dhe me minuta qëndrimin e një plan program. Mirë po, tash fillim e tha shumë mirë që të flasëm për kë rivarimin e isës, me të vërtet na vjen shumë kohë, na vjen shumë sepse ne jemi në 10 vjetorin tash megjithatë aty ka pas një aktivitet, ka pas telashe, ka pas propozime, ka pas vështirësi. Kishin ato ishin propozime fillimisht ishin kështu, nuk ishin gjithsesi që duhet të bëhen, mirë po ishin propozime, po ndërkohë ndru qeverit dhe pastaj mbeti vetëm Kosova edhe ambasada e Shqipërisë i akredituar në Kosovë. Në atë ku ishte ambasadori Mingjozi, sa më kujtohet, të gjitha sansat kanë qenë, të gjithë kryetarët që i kishin për obligim i kry detyrat e tyre veç e veç, duke u bajt kortezhi në përcjelljen e ushtrisë tonë, të FSK-s, dhe më lejo vetëm pak të lutem feme, po kthehem prapë te doktori, sepse unë momentin kur kanë dalë Eshtrat kam qenë këto nane. Edhe e di momentin kur zonja formistu e kryvi punën edhe doktori kishte maskën me ekipën dhe ajo në shkru edhe kë u ul një qash edhe filloj me qajt. Nuk mëj me ta përshkru atë moment. Nuk mëj me ta përshkru atë moment, sepse qatë dit, kur kam shku në mjekësi, sepse ishëm në rrethe, profesor Nushi, balasi amanet, të tutëm, qëfar do kohë me dalë, rezultati dhe të më lajmëram. Qërë tha, tha shqyqa, tha, edhe tha, shumë ka qeni i preokupuni për kushtu për këtë qështë njësës. Edhe tha shqyqa, telefonin për vu në rjastëk. Kursa raj, profesor Pazit Nushi, akademik Pazit Nushi dhe doktori, atë që ishte emocional, dojmë ka përqaf, edhe tash kur ka arë baba, ne kishim pas diskutu shumë a herët, për vlerën e doktorit, e tha doktor, tha, merë që ka dush për ishnë. Po ta one komendu. Një dhëmbë kërkova, të këtë ditë që kësha marrë të i legendarit të Adem Jasharit edhe i lidhë me qëtë gjana. Thash kësha pas qef, thash një dhëmbë, tisës me pas për kujtim, gjavitin e majnë menë si sot për balë, ku pas të avlin.
E kom ditë, e kena ditë ta që kemi lypë, tha se dina ta që kemi marrë, tha mos heqet e Ademit edhe Domin, tha po familja ka vendosa me dhonë, tha diçka ma shumë se Domi. Tha gishtin që ka gjujt me ta 35 gjatë. E këndës revolës. Edhe ishte një mix emocioneve për dhe ato, sepse gjatë të në kohës punës me të vitet tona, e dishe që ki kishe emocion, po a është taj? E kur u vërtetu mas taj, veç ishte kulminacioni. Kemi përjetu bashkë, doktor. Bashkë ato momentet. Edhe kur ka ardhë për akademik Nushi, me djalin ka ardhë, edhe hoqi Kapuqin, tha, a i deni tha që unë e babës shaqer, babës ta me ka divore. A i se s'ta e kum di. Ku ka qeni varosën, ku o bartë, ku o bartë, ku jënë sjellë, ku ka mbo lëvizje, e tha sët, jam maj lumt një botë, kështu që ne bashkarisht, gjithë këtë punë. Që një fest për fest e rikthimit, fest një përmbushje amanetit, një përmbushje vetës të gjithë njerëzve patriot dhe nacionalist në Kosovë, një përmbushje kombëtare, një obligim kombëtar i gjithë shqiptarëve, thëndej, një figurë emblematike kyçe do thot në periudhën e shpalljes pavarësisë, do thot mos me pas eshtrat e tij, thot normalisht që është përgjithësi, është zvrasti. Në fillim e tha, kam shumë materiale vërtet, kom kalu në atë periudhën ku u konë, ka pas momente, sepse ky misioni, cilën e kom marrë, realisht më ka taku dhe nga trashëgimia e familjes, me të vërtet nuk ka qenë shumë i lehtë, mirë, po kur ke bashkëpunu me këto njerëz, me këto emrat mëdhaj, edhe kur ta kanë lehtësu punën, dhe me tonë e kemi bo bashkarisht, unë sot kërkoj nga Kosova, me të vërtet të gjitha këto figurat, edhe sot mjerësht nuk ka marrë asë një mirë njohje. Sot dhe kemi Hoxhën, Mullaj Drizën, i cilë shfrytëzoj rastin e doktorin, e ka përshëndet jashtëzakonisht shumë, nga shëndeti jo mirë, thot nuk mujt marrë pjesë, për arsye se kom pas disa telashe operacione sen, po dije që ne gjithmonë e kemi mendje ato momentet, cilat edhe zhvarosin kër e kemi bo, guri i sa buletinit ka met në Podgoricë. Sot shqiptarët e asaj janë e krenohen me atë punë, që i kanë gurin i sa buletinit. Prandaj ne si familje, prandaj si sa buletini familje ka luftu për gjitha troje shqiptarëve. Faleminderit. Ka luftu për Shqipërinë Ashtu etnike. është. One në vitin 2003, këtu po përmbyllim lejani sepse këtu e kemi kohën, në vitin 2003 kam xhiru një emision, këtu nuk ka pas kurçë. Shkolla ka qenë në gjendje të mjerukshme, normalisht na dolën pas luftës derisa janë themelu institucionet. Shkolla është në gjendjen më të mirë tani, e gatshme për vizitor. Përveç tjera është ka fatin që stërnipi këtu, një prej tutorëve, një prej ciceronëve më të informuar në çdo detaj të mundshëm që mund përgjigj në çdo pyetje të vizitorëve këtu. Dhe tani ky vend është i kompletuar, e ka kullën në funksion, gjitha kujtimet, ka eksponate dhe ka të zotin e shtëpisë këtu, i varrosën e bërë. Mendoj që këtu është gjithçka e kompletuar, neve na duhet një punë, sikur kjo, rikujtimit, e dokumentimit, edhe sikur ky podcast, e aktiviteteve tjera. Ai këtu më lejoni ta përfundoj, t'ju falenderoj edhe juve. Unë vetëm kisha pas një dëshirë për fond, ndoshta shumica nga ato, sepse u bon 10 vite, doktor, koha shkon shpejt, neve çdo vit na bën krenar për punën që kemi bu bashkë, posaçërisht juve ju përgëzoj, e dini që krejt familja gjithmonë kemi një respekt veçantë edhe lumë Kosova që ju ka. Sepse ke bo një punë që ke zbardh shumë viktima, dhe me thonë viktima nga agresioni barbar sërb, po unë doja të thoja edhe një gjë. Kur ishëm në këshillin organizativ së bashku, ishte momenti që isa të sillnin në sallën e tetori dhe kryetari kuvendit, zotri Kadri Veseli, kishte bën e kishte menduar dhe shumë ma bukur dhe shumë ma mirë, ku i kishte ndalë një fond të posaçëm, thotë jo, thotë se ne isën do ta sjellim në hollin e kuvendit Republikës Kosovës. Është hera e parë në historinë e Kosovës që të sillet në hero kaq i madh kombëtar dhe t'i bëhet komplet nga gjithë deputetët e asaj kohe, t'i bëhet nderimi nga kryeministri, qeveria, kështu me radhë, dhe 2 ditë para se të kryhet rivarimi, ai i bashkoi të 3 institutet e historisë,
Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, shqiptarët, do me thonë, historisë, dhe bëri librin Isa Boletini në lëvizjen kombëtare shqiptare. Kjo ka qenë një realisht, sepse feme besom çdo detaj, çdo presje, çdo moment e kam në kujtesë sikur me kthyer një film, prandaj e kam obligim familjar të gjithë ta njerëz, edhe pse si kemi sot dhe dhash Zoti sa më parë na kthehen, sepse ata që luftuan për lirinë e Kosovës nuk është pak, ti delësh përballë një makinerie çfarë ka qenë Serbia, blejo edhe një herë doktor, shpirtërisht, familjarisht, kombëtarisht të përgëzoj dhe të falenderoj shumë që na pjuar sot në kullën Isa Boletini, realisht kulla është e gjithë kombi shqiptar, vetëm një ide. Jam gjithmonë të sa që vi ndjen mirë. Falenderoj shumë gjithmonë falenderoj shumë. Ju falenderit të dyve, edhe unë si moderator tani këtu, më leni po e përmbyll, falenderoj shumë të krahasim, respekt, falenderit gazmend. Ky podcast mundësohet nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe implementohet nga JC Mundësia. Ju falenderit shumë, vazhdojmë me podcaste tjera, do të jenë më interesante besoj. Mirupafshim nderuar.